Partia Demokratike ka denoncuar krijimin e agjencisë Albanian Digital Solutions si një mega skandal qeveritar. Zëdhënësi e antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, deklaroi se kjo agjenci është një aksh i dytë që synon të shpenzojë 700 milion lekë për të strehuar militant partijak me paga luksoze. Në pretekstin e transformimit digital, Rilindja po krijon një super agjenci paralele me kapital fillestar prej 700 milion lekësh nga xhepat e qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është një reformë teknologjike, por një mega skandal i hapur qeveritar që bazohet në 4 shtylla. 1. Strofka e re e patronazhistëve dhe militantëve. Me një organik të projektuar prej 345 punonjësish, kjo kompani duket se po ngrihet si një strukturë për të rehatuar militantët politik. 2. Zhvatje pa tavan pagash për klientët e qeverisë. Me paga që në tregun privat shkojnë deri në 3.000 euro në muaj, kjo kompani do të përdoret për të paguar rrogat e luksit të obortarëve të Rilindjes, duke fshehur pas statusit të biznesit privat që ushqehet nga buxheti i shtetit. 3. Dublim dhe fryrje e qëllimshme. Akshi 2. Qeveria po dublon funksione strategjike si mirëmbajtje sistemesh dhe siguri kibernetike, dhe qëllimi duket se është mbajtja e stafeve paralele teknike, duke transferuar fondet publike nga një xhep në tjetrin dhe duke fryrë shpenzimet në kurriz të taksapaguesve. 4. Monopol dhe gjobvëndje ndaj institucioneve dhe privatëve. Qeveria i ka dhënë kësaj kompanie të drejtën të caktojë vetë çmimet dhe kostot operacionale për institucionet shtetërore, duke i detyruar ato të paguajnë. Për më tepër, liria e saj për të hyrë në tregun e lirë dhe për të krijuar shoqëri të tjera brenda dhe jashtë vendit, hap rrugën për partneritete klienteliste me oligarkin etik. Vangjeli theksoi se statusi i kompanisë si biznes privat po përdoret nga qeveria si mbulesë për të legalizuar shpërdorimin e fondeve dhe për të favorizuar klientët e saj në tregun e etikut.